Sezoni turistik do të çelet zyrtarisht në Vlorë ditën e shtunë më 17 maj. Bashkia e Vlorës ka planifikuar që aktivitetet të shtrinë në 2 ditë. Parashikimet ishin që të zgjasnin 3 ditë, por e premtja parashikohet me rreshje shiu dhe në këto kushte do të mbahen të shtunë dhe të diel. Aktivitetet do të zhvillohen në ambientet e plazhit të ri në ujë të ftohtë, ku këtë të mërkuru punua për instalimin e skenës gjigande të koncertit. Ceremonia zyrtare e çeljes së sezonit turistik do të mbahet të shtunën në orën 10, ku pritet që të ketë një përshëndetje edhe nga kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha, për ta bërë edhe më elektrizuese atmosferën dhe më të gëzueshme çeljen e sezonit turistik. Bashkia ka ftuar për të performuar në skenën gjigande emra të njohur të muzikës si Ledri Vula, Yll Limani, Kida, Soni Malaj, Alex Guesta, si dhe DJ. Hyrja e qytetarëve dhe turistëve në këto aktivitete të çeljes zyrtare të sezonit turistik do të jetë falas. Çelja e sezonit turistik në Vlorë u shty me një javë për shkak të zgjedhjeve parlamentare. Ndërkaq Bashkia e Vlorës fton qytetarët që të bëjnë pjesë e këtyre aktiviteteve të çeljes së sezonit turistik, ndërsa aktivitetet do të çelen të shtunën në orën 10 për të vijuar edhe gjatë mbrëmjes të shtunën dhe dielën në orën 19 me koncertet festive, ku këngëtarët dhe artistët e ftuar do të performojnë në skenë, e cila është ngritur në zonën e plazhit të ri.